Qeni nuk mahet për pikë qefit. Mërë në vesh njëherë. Nëse me nën me dalë të Zotin pas sevape, e nëse nuk e ki galen të sevape, Allah hile shka të në komun të na, të është përjepin qe, e mërë 10, e mërë 15, e mërë 50, e rëmeta që aty. Ani, vesh, bës harrëse, për të Zotin kur dilsh, edhe nëse ke bo mirë këta nësat të dush, pak nga pak, e ke bje shumë nga shumë, se një kodër nuk ka pak, kanë me të hupë sevape, të kime dalë të Allahu, i falimentuar pas sevap. Nuk është që s'pedin. Tanë hëgjallarë të thonë. Se ta që dohet, për të spjegojnë, për të kalzojnë. Se ata për marrën për burimeve, për Koranën, për Sunetin, për sahabë. Hadithet e shumë qartë. O ju njerëz, qenin për qef nuk bën me majtë, as në dhomë, as në shpe, as në barës. Nëse me mëra në shpe, ta në të mila qëtësin. Po në bërë me majtë, sevapet hupin, njëjtë, sevapet humbin. Nuk ke nevoj me hupë sevapet. S'matë qenin për qef. Qeni mbahet për gjëti, për me të rujt delet e baktit, për me të asiguru pasurin me të ruajt. Po dhe në bërë nëse ke rëzik prej hajnave, në bërë nëse ke rëzik tutesh.